Do flasim tani për dy protagonistët të tuaj më të dashur, Egli Tako dhe Gjesti. Kam bërë një përmbledhje në fakt të dyve në këtë video sepse dua të flas për të dy. Egli Tako në Instagram është shumë aktive, ndan momente të jetës së saj, ndan momente të bukura të së mërkurës, lidhur me të njëjtën, me të premten, domethënë e premtja gjithmonë Eglin e kapën me shumë dashuri sepse Egli ka të mërkurën regjistrime, ndonjëherë edhe të njëjtën të ketë regjistrimet e emisionit Yes Day dhe publiku i dashur e din momentin kur Egli do të jetë te topi dhe bëjnë dhurata të ndryshme. Dua të them është e mbuluar me buketa lulesh, me buketa dashurie, me buketa falënderimi, me buketa mirënjohje, me buketa respekti kundërdrejt Eglit, personalitetit të saj, njeriut të saj, vlerës së saj njerëzore dhe shpirtërore që Egli Tako e merr çdo ditë dhe e ka çdo ditë. Dashuria për Eglin është e pafund. Dashuria për Eglin është e pa imagjinueshme, domethënë publiku mundohet t'i falë dashurinë në të gjitha format. Janë fansat e saj që gjithmonë Egli Takon e mbajnë fuqishëm në skenë dhe japin atë vëmendjen të merituar. Por nuk mbetet i anashkaluar, domethënë janë dy personazhet që nga Big Brother VIP Albania 4 mbajtën triumfin dhe vazhdojnë edhe në ditën e sotme ta mbajnë triumfin lart, duke ditur se sa e vështirë është që të jesh i klikueshëm, të jesh shumë i ndjekur dhe të jesh i duartrokitur dhe shumë i dashur për publikun tënd. Megjithatë që është shumë e vështirë, domethënë është një sfidë që ti e ke me veten dhe Egli Tako është personazhi që mua më duhet ta them publikisht, ndoshta do të më quajnë dhe një fans të saj, por Egli dhe Gjesti, pa marrë parasysh rrugtimet e tyre, nuk dua të flas për privatësinë e tyre, për marrëdhënien e tyre, për atë se çfarë u krijua në Big Brother, pa marrë parasysh asaj, Egli dhe Gjesti mbesin dy protagonistët më të dashur, më të klikuar dhe më të ndjekur të momentit. Me thënë publiku është në ashpërsi të ndjekjes së tyre se çfarë po ndodh me to, si po shkon jeta e tyre, çfarë ka ndonjë të re tek ato. Tani po të futemi te grupe të hapura në Instagram, do me thënë pa marrë parasysh që Gjesti nuk është fare aktiv, me patjetër nga tragjedia që i ndodhi në jetë, janë fansat e tij që po bëjnë një, dua të them një tifo të madhe kundërdrejt personazhit të tyre të preferuar. Do me thënë janë duke mbështetur, janë duke i dhënë dashurinë, po sjellin video të ndryshme dhe duke ruajtur privatësinë e atyre fëmijëve të vegjël që me dashurinë më të madhe i japin mbështetje Gjestit, i japin kurajon forcën Gjestit në për grupacione që bin, do me thënë video, është një akt i pa shpjeguar dhe i pa paguar me lekë. Do me thënë dashuria është arma më e madhe që merr një artist. Do të kthehem pak tek shtëpia e Big Brotherit, kur Egli, besoj që do të jeni edhe pak durimtar të dëgjoni videon, kur Egli i thot Gjestit të ulur të dy në verandë, i thot pa marrë parasysh a do të fitojmë çmimin e parë. Thot ne jemi fitues të shpirtrave të njeriut, ne jemi fitues të zemrave të njeriut dhe arma më e madhe që ne kemi është dashuria. Dhe mendoj që Egli dhe Gjesti me dashurinë më të madhe e meritonin këtë fitore, e meritonin këtë triumf sepse janë dy personazhe që marrin dashuri pafund. Dhe ajo që unë e shoh që Egli është shumë e plotësuar me dashurinë, e njëjta gjë është edhe te Gjesti që është i plotësuar vetëm që nuk e tregon publikisht. Unë dua të falenderoj fansat e të dy palëve që nuk ndalojnë së dhuruari dashuri ndaj njëri tjetrit, edhe pse ka hamencime të ndryshme që fansat e Eglit i mbyllin faqet e Gjestit e tjerë. Këto janë të gjitha hamencime. Domethënë nuk është e vërtet. Fansat i duan njësoj si Gjestin dhe si Eglin, kanë qenë dikur fansat e të dyve dhe mbesin fansat e të dyve dhe në asnjë mënyrë nuk ka një urrëtie, nuk ka një ndarje, nuk ka një mlev, nuk ka një xhelozi tek ato për suksesin e të dy artistëve që i duan pafund.